Fillimisht, do të kujdesesha shumë për ushqimin e shëndetshëm, në të cilin në menyn time do të kisha inkorporu ushqime me fruta dhe perime, pastaj do t'i shmangja ëmbëlsirat dhe ushqimet me shumë karbohidrate, do të bëja një gjumë të rehatshëm dhe do të pija ujë pak më shumë. Hapin e dytë do të kujdesesha shumë për aktivitetin tim fizik, qoftë në mëngjes ose në mbrëmje, kur unë do të kisha kohë më shumë. Dhe hapin e tretë do të dëgjoja me shumë kujdes çdo këshill nga mjeku i cili do të më rekomandonte për terapinë e përshtatshme për sëmundjen time.